3 armë zjarri dhe 1580 fishek luftarak janë gjetur nga policia kufitare në një automjet tip Land Rover në portin e Durrësit. Mjeti tip Land Rover raportohet se do të kryente tranzit doganor nga Kosova për në Shqipëri me destinacion përfundimtar Republikën Demokratike të Kongos. Land Rover kishte hyrë në Shqipëri nëpërmjet pikës kufitare të Morinës më datë 20 dhjetor 2022 dhe ishte vendosur në një kontejner në portin e Durrësit që prej atij muaji, ndërsa destinacion përfundimtar kishte Republikën Demokratike të Kongos. Por pasi dërguesi nuk ishte paraqitur për të kryer veprime doganore, në datë 4 qershor 2025, autoriteti i degës së doganës Durrës ka vendosur që të kryej procedurën e hapjes dhe kontrollit të këtij kontejneri, informuan Blut. Gjatë kontrollit në Land Rover u gjetën në një hapësirë të përshtatur 2 automatik, një pistolet, 1580 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm dhe 12 krëra fishekësh për armë automatike dhe pistolet. Ndërkohë shpallur në kërkim 24 vjeçari nga Kosova me inicialet YI, pasi dyshohet se është poseduesi i armëve dhe se është përfshirë në trafikimin e armëve dhe municioneve nga Kosova me destinacion Republikën Demokratike të Kongos. Armët e gjetura do dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për t'u nënshtruar ekzaminimeve teknike, balistike dhe daktiloskopike për të parë nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të mëparshme.